Prandaj ne kemi si shkencë, ende nuk kemi përgjigje pse Allahu e ka ndërtuar venën anësore dhe venën e thellë, pasar ne i thojmë apendiksit, zoraqor, por edhe bajamet. Bajamet pas vitit 6 të lindjes mund edhe të largohen. Mund të largohen, nuk kanë me funksion për organizmin. Zora, qor apo apendiksi nuk kanë me funksion, veç ne nuk e dim dhe në cilën pjesë, deri te plazmatimi mund të ketë një funksion. Nuk bën dëm, po mund të jetojnë pa të. Mund të jetojnë pa të lirisht pa asnjë lloj procesi. Pastaj edhe vena largohet, atë me tepër ne mendojmë se shkencëtar që ja ka dhënë njeriu për arsye të zëvendësimit të arteris si bypass, si një element që mund të shërbejmë për të regeneruar organizmin. Prandaj, në brenda muajit tret edhe shkenca e shpjegon në forma të ndryshme, sepse nuk ka një sqarim qartë si i futet shpirti embrionit dhe që nga aty fillon pastaj zhvillimi i gjithë jetës e ekstremitetet dhe njeriu, femra e mbart një shpirt, një jetë me vete. Prandaj, për mua femra ka një rëndësi të veçantë, sepse asnjë njeri, asnjë mashkull nuk mund ta mbart një gjallës me veten e tij, kujdeset për të, por që është edhe e tronditse njeriu i cili nuk beson tek një besim fetar. Do thotë dëgjojmë shpesh që fëmiu e mbyt nënën, do thotë i shkakton dhimbje nënës. Kto për një njeri i cili ka logjik të pastër dhe i cili ka logjik fetare dhe që është në rrugën e drejtë të Zotit, që e konsideron atë që një forcë madhore, që një forcë e gjithësisë që i mban shpirtin njeriut, nuk e bën këtë çështje. Përdoj, që nga këtu shkenca ballafaqohet me krimin e embrionit, me zhvillimin e tij. Por ne si shkencëtar, si mjek, përpiqem gjatë zhvillimit edhe të konstatohet a ka ndonjë ndryshim gjenetik, ndonjë fatalitet, ndonjë patologji gjatë zhvillimit të embrionit që të mos lind fëmiu pasaj me tmeta. Por një gjë e tillë është në fakt gjinah që të ndërpret shtatësia, edhe nëse mjekësia është në gjendje të duhur t'i ofron fëmijët një jetë normale, por që është mvarur nga familjarët apo nga prindërit.